Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Feja islame I ka dhënë rëndësi të madhe ruajtjes së shëndetit. Prandaj dhe e ka bërë prioritet në jetën e njeriut. Dhe një nga 5 objektivat me të cilat ka ardhur jurisprudenca islame, shariati islam, është edhe ruajtja e jetës. Dhe I ka marrë të gjitha preventivat për ta ruajtur jetën. Nga to është ruajtja e shëndetit. Me theks të veçantë ju ka përkushtuar shëndetit mendor. Andaj të ndershëm vëllezër, pejgamberi alayhis salam madje na ka porositur duke thënë Igtanim khamsan qabla khamsin. Shfrytëzoj 5 momente para se të vinë 5 momente të tjera. Dhe nga to është shfrytëzimi I shëndetit para sëmundjes. Në anën tjetër duhet ta kuptojmë se rinia shkon. Njeriu nuk jeton përjetësisht. Pasuria tretet dhe ndryshon. Andaj nuk duhet të mashtrohemi pas forcës së rinisë, që kështu do të qëndrojmë gjithmonë. Pas forcës së pasurisë gjithmonë do të qëndrojmë kështu. Dhe pas gjendjes tonë saj nuk mund të ndryshon. Të ndershëm vëllezër, muaji tetor ose data 10 tetor konsiderohet dita botërore e shëndetit mendor. Do të mundohemi që në këtë hutbë të flasim për ndikimin e fetarisë në shëndetin mendor. Po mundohena që t'i them disa fjalë lidhur me këtë temë, duke kuptuar se kjo çështje për problemet e shëndetit mendor, të cilat janë shumë aktualizuar në kohën tonë, dhe gjithsesi që janë evidente dhe prezente, kanë qenë prezente dhe evidente me ekzistimin e njerëzimit, por se na intereson të dimë se si të kalohen ato. Mirë, por në radhë parë duhet kuptuar të ndershëm vëllezër se zhvillimi I shkencës gjithsesi që ka bën ndryshime të mëdha. Por me këtë ndryshim kanë ardhur edhe shumë sëmundje psikologjike, të cilat I kanë mbushur spitalet me njerëz, të cilët ankohen nga ankthi, e stresi, e fobia, e problemet depresive, e shqetësimit e ndryshme dhe të shumta dhe pakënaqësitë e mëdha që I kanë. Dhe gjithsesi që këto shqetësime prekin grup mosha të ndryshme, I prekin të gjitha grup moshat. Madje studimet ose statistikat botërore flasin se dikun rreth 1 miliard 970 milion vuajnë nga shëndeti mendor. Si rezultat I pakënaqësive me jetën, I papranimit të realitetit, si rezultat I frikës nga vdekja, I frikës nga rreziku I pasurisë, I dështimit të jetës e kështu me radhë. Po ashtu të ndershëm vëllezër, studimet në 30 vjeçarin e fundit, studime botërore flasin se fetaria, aspekti fetar, shumë ndikon në tejkalimin e këtyre krizave, ose thonë më mirë, ekspertët e kësaj fushë flasin se praktikimi I fesë është mekanizëm shumë I madh që ndikon në tejkalimin e këtyre shqetësimeve, ose në stabilitetin e shëndetit mendor. Madje thonë se ata të cilët janë fetar, pak preken nga këto shqetësime dhe let I tejkalojnë. Andaj të ndershëm vëllezër, cili është ilaçi dhe ku është rrugdalja? Tani po flas pak a shumë se çysh duhet më ças këty në problematika. Në radhë para vëllezër duhet me kuptu, e kemi thënë shumë herë nga kjo foltore se këtu nuk jemi në xhenet. Këtu nuk duhet me jetu në këtë botë me standardet xhenetit. Unë nuk du mu smu kur, nuk du me qenë me probleme kur, nuk du me pas varfëri, këto standardet në xhenetit. Nuk du mu plak, nuk du mu aprish kërkush, këto janë standardet xhenetit. Këtu plakësh, këtu smuhesh, këtu ta prish qefin dikush, pra janë standarde unikate të jetës këtij bote. Për gjithë, pra këto standarde kanë pas madje njerëzit më të përzgjedhur pejgamberët e Allahut. Janë plak, janë smu, kanë pas vështirësi, kanë vdek e kështu me radhë.
Atëherë pra, mos kërko standarde të paqena. Që i bie se pjesë e madhe, kështu thënë psikologët, pjesë e madhe e smundjeve që ja shkakton personi vetvetes është kur ai kërkon standarde të dyfishta, standarde të paqena, standarde të jashtëzakonshme kështu me radhë. Ilaçi i parë të ndershëm vëllezër në tejkalimin e këtyre krizave është besimi i mirë dhe lidhja e fuqishme me Allahun. Ky është ilaçi më i miri. Prandaj të ndershëm vëllezër, kjo çështje ka shumë çka për të thënë. Por si mund ta balancojmë, si mund ta argumentojmë tejkalimin e krizave të shëndetit mendor, ankthit, stresit, deri në depresion me besimin e mirë dhe lidhjen e mirë në Allahun. Zakonshëm njerëzit që vujnë nga shëndeti mendor, një pi problemeve është se bashkëjetojnë me problemin. Problemi jeton me ta 24 orë. Llogarit një vëllezër sukur ky person ta shndronte një pjesë të kohës me përmend Allahun. Allahu xhelel xhelal e ka zbrit ajet për këtë punë në Kur'an. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub. Sa i përket besimtarve, zemrat ju qetësohen kur ata e përmendin Allahun, jo vdekjen, frika nga vdekja fjala, se vdekja duhet përkujtohet, ose frika nga dështimi, ankthi, stresi, pra, ma shumë i përmendin këto se sa Allahun. Allahu po thot, kur ju më përmendni mu, zemrat qetësohet. Vëni re, thot Allahu, vëni re. Zemra nuk qetësohet ndryshe pas kur përmendet Allahu. Prandaj të ndershëm vëllezër, personi i cili ka besimin e fuqishëm në Allahun xhelel xhelal, mbështetjen në Allahun, besimin e pastër, vetvetiu pastaj te kalohen krizat. Allahu këtë e ka garantuar. Pastaj në kuadër të besimit mirë është besimi në caktimin e Allahut, se Allahu nuk përzgjedh për robën e tij diçka që e mundon, diçka që i bën problem, po është natyrshmëri. Kështu Allahu xhelel xhelal në Kur'an e kemi shpjeguar shumë herë këtë citat në surën At-Tawbah, ku Allahu xhelel xhelal thot: "Kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana." Thuaj atyre, robët mi, nuk ka për që ndodh asgjë posa asaj që unë kam caktuar në favorin e juve. Në favorin ton, edhe nëse kemi pra smundje, edhe nëse kemi pra ndonjë shqetësim, në favorin ton, sepse ky shqetësim na afron te Allahu. Fshin mëkatet tona, na vetë dison që këtu si jena në xhenet. Ky shqetësim ngrit vetdijen tonë që ne duhet ta kuptojmë rolin tonë këtë botë. Pra, duhet ta kemi besimin e plotë se Allahu nuk cakton diçka në disfavorin tonë. Por arsyeja e ankthit, e stresit, e depresionit është se personi e merr caktimin e Allahut në disfavorin e tij. Jo, asesi po thot Allahu. Nuk caktojmë diçka që është në disfavorin e tyre. Pastaj, në kuadër të besimit është të besojmë se Allahu xhelel xhelalu nuk e thën premtimin e tij. Nga premtimit e Allahut është se Allahu ka garantuar tejkalimin e situatës, tejkalimin e këtij problemi. Ky problem që e ki është me mas, është me dozë të kufizune dhe është i limituar. Ja çfarë thot Allahu në kapitullin e divorcit. Inna Allaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Allahu ka për të realizuar planet e tija. Allahu çdo seni e ka caktuar masën. Me mas, dhimbjen që me pas me mas, stresin me mas, varfërinë me mas, problemin me mas. Pra, tejkalohet ky shqetësim. I kemi tejkaluar madje, i kanë tejkaluar pejgamberët e Allahut. Allahu xhelel xhelalu në Kur'an i ka përmend shqetësimin e pejgamberëve. Hatta idha stayasa ar-rusul. Allahu derisa dhe profetët filluan ta humbin shpresën. Që i bie se prej sprovave të mëdha që i kanë pas, po e kanë tejkalu. I kanë tejkalu vështirësitë. E ku janë baballar ton? E ku janë këta që janë më të mëshuar këtu në xhami? Që kur i marrim dhe i pyesim për jetën e tyre, vështirësi dhe hjekat e zahmetet, atë na dalmi shumë çesharak mu ankun këtë kohë. Pastaj të ndershëm vëllezër, duhet ta kemi nga besimi është se kjo gjendje është momentale. Allahu nuk lën këtë gjendje. Allahu ka për të nxjerrë nga këtë gjendje, sepse Allahu ka garantuar në shumë citate kuranore se ndihma e Allahut e përfshin çdo rob të tij deri në kiamet. Pastaj Allahu xhelel xhelaluhu në Kur'an e ka precizuar këtë çështje duke thënë: "Eleysa Allahu bikafin 'abde." A nuk i mjafton robit Allahu?
A nuk i mjafton robit Allahu? Allahu po, a nuk mjaftoj unë me ti të i kalu krizat? Pse po më të i kalon mu e po kërkon prej robit? Që i bije jem të full për ilaqin rëzër, ilaqin. Po duam që njerëzit jetojnë natyrshëm dhe kjo është thirrje ndërkombëtare e psikologëve, mu largu pi ilaqev, me jetu natyrshëm jetën. Allahu po thot, a nuk po të mjaftoj unë e po kërkon ti prej një krijese që është e ngjashme me ty? Pra që i bje ktheju Allahut, jem të folë për ilaqin e parë hala. Pastaj ilaqi tjetër, për kushtoju armës më të fuqishme, lutjes ndaj Allahut. Kjo është arma më e fuqishme, kështu i ka thënë pejgamberi alayhis salam. Armë e fuqishme është lutja. Allahu xhelle xhelalu të ndershëm vëllezër, në Kur'an ka përshkruar për këtë vlerë ibadetin e duas. Madje një detaj të veçantë, nuk është vetëm i ngrit dur të ndershëm vëllezër. Duhet të përzgjidhet koha, momenti, por në gjitha situatat ka ardhur në përporësit profetike që me ba ilhah në dua, me insistu në dua. Pra, me insistu, duaja pranohet. Allahu xhelle xhelalu po thot: "Amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu su." E kush është pos Allahut i cili i përgjigjet hallëxhiut dhe atë i kalon krizat? S'ka askush. Kudo që të shkosh, te çfarë do njeri që të shkosh, është i ngjashëm me ty, që je me stres, me ankth, me depresion, të gjithë prekmi nga këto, të gjithë jetojmë këtë jetë, i kemi të gjithë prekmi nga këto probleme. E Allahu xhelle xhelalu po thot: "Kush është pas me që i përgjigjet hallëxhiut dhe i atë kalon vështirësitë? Askush nuk është. Prandaj përdore ibadetin e lutjes dhe insiston në dua. Ja sa mirë Allahu në Kur'an ai sjell shembullin e një prej pejgamberëve të Allahut, Musa alayhis salam. Pasi që Faraoni vendosi ti dëboj nga Egjipti, madje ti për ndjek, Allahu përshkruan atë momentin më kritik. Çfarë po thon populli Musa alayhis salam? Po thon: "Qala ashabu Musa inna lamudrakun." Populli i Musaut, pasuesit e tij po thon: "Na nxonën, na kapën Faraoni dhe ushtria e tij." Shiqoni besimi i fuqishëm, i paluhatshëm i pejgamberit Allahut, Musa alayhis salam. Çfarë po thot? Kella, inna ma'iya rabbi sayahdin. Asesi, Zoti është me mu, Allahu është me mu, ai do të më udhëzon, ai ka më bë çarën. Ja bëni çarën. U hap deti, u te kaluan rrugët, u te kaluan vështirësitë, e tregon ti që je me depresion, ti që je me ankth, ti që ke vështirësi. A është problemi yt më i madh apo i popullit Musës? A është problemi yt më i madh apo ne që kemi pas para 26 vite këtu? A është problemi yt më i madh apo ata që vujnë, do thotë si popull? Jo të ndershëm vëllezër, por këto janë probleme të natyrshme, nuk duhet me egzageru, nuk duhet me mendu se krizën që e kam unë nuk e ka askush. Këto janë probleme të jetës, madje në natyrshmëri. Pastaj të ndershëm vëllezër, për ta përfunduar hutbën e parë, se ka shumë çka që të flitet si ilaç, që i bie se ilaçe të natyrshme, me të cilat edhe shpërblehemi te Allahu dhe te kalojmë krizat. Dije se përkushtimi i Allahut ndaj teje është më i madh se sa i yti ndaj vetvetes. Përkushtimi i Allahut ndaj neve është më i madh se na që ja bëjmë vetvetes. Për atë arsye, Allahu është Arab, është Zot, është kujdestar pra. Allahu na kujdestaron, Allahu na përcjell, Allahu na vëzhgon. Edhe kur flajmë na Allahu kujdeset për neve. Kush kujdeset për ty kur ti flan? Vëllezër, atë pse ka nevojë me humb shpresën? Pse ka nevojë me kalu në pesimizmin, kurse humbja e shpresës, kalimin pesimizëm nuk e trajton, nuk e shëron problemin, e shton problemin. Pra, duhet jemi optimist në ndihmën e Allahut. Dhe jemi optimist në ato që po vije, se ajo që po vije është fati ynë, lumturia jon, jo ajo që ka kalu. Sepse në ato që ka kalu, kanë kalu shumë miliona njerëz, por ajo që po vije është shpresa jon. Prandaj pra duhet të shpresojmë në Allahun xhelle xhelalu, në ndihmën e tij, në mirësinë e tij, në mëshirën e tij, dhe se Allahu ka përcaktuar në këtë botë vlera që nëse ne dim t'i menaxhojmë, do t'i tejkalojmë edhe krizat e jetës së kësaj bote. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkon edhe ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, në kuadër të kësaj bisede të problemeve me të cilat ballafaqohet njerëzimi, madje edhe ne në vendin tonë, pra institucionet e shëndetit mendor në vendin tonë, pra alarmojnë se vërtet kjo shifër po ngritet, kjo përqindje po ngritet edhe në vendin tonë.
është normale për shkak edhe të periudhës së luftës dhe të para luftës dhe problemet me të cilat është ballafaqu populli jon, por pa dyshim që këto institucione, personeli gjegjes që është flet se gjithsesi që edhe interneti, rrjetet sociale kanë qasje, edhe globalizmi ka qasje. Prandaj, një prej problemeve me të cilat ballafaqohen personat të cilët e kanë të ngritur për nivelin e problemeve të shëndetit mendor, është frika e pa kontrolluar nga vdekja. Ilaçi është kthimi te Allahu. Ilaçi është kthimi te Allahu. Allahu xhelle xhelalu na ka porosit pra që të përgatitemi për të ataku Allahun xhelle xhelalu. Dhe jo të na shoqëroj një frikë e cila është zhgënjyese për jetën dhe pastaj personi të përfundon në vetvrasje. Pastaj frika nga dështimi i jetës, nga varfëria e të ngjashme. Pra duhet na shoqëron bindja se derisa Allahu në Kur'an po thot: "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Nuk ka krijesë që ekziston që ecë mbi tokë, Allahu po thot, vetë se ja kum garantu, ja kum siguru rizkun. Po nëse Allahu milingonave ja ka siguru rizkun, e kafshëve, e shpenzëve, e të tjera, po neve, atëherë i bie që nuk ka nevojë me jetu me këtë zhgënjim. Pra, me këtë frikë e cila është iluzion dhe e çuaj përcjell njeriu. Andaj pra, edhe njëherë po themi, shpresa e mirë në Allahun xhelle xhelaluhu, kthimi tek Allahu xhelle xhelaluhu, përkushtimi ndaj Allahut, falja e namazit, përmendja e Allahut, sadakaja, majtja e raporteve farefisnore, kuptimi i real i jetës së kësaj bote, të jetuarit me standarde reale në jetën e kësaj bote, janë një ilaç, një preventiv e jashtëzakonshme që te kalon pra krizat e shëndetit mendor. Allah na ruaj shëndetin fizik dhe mendor. Allahu i shërof të gjithë ata që kanë vuajtje dhe kanë smundje. Allahu na uzof neve, familjarët tanë, fëmijët tanë dhe tuajt, shoqërinë tonë muslimanët kado që janë. Lusë Allahun xhelle xhelalu që ti te kalon krizat nga gjithë muslimanët kado që janë, tim shëron të vdekurit musliman kado që janë.